Islami nëpërmjet haditheve 7. Ahireti, vendbanimi ynë jam shuar. Gjabiri ka dëgjuar se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: çdo kush do të ringjallët në atë gjendje që ka vdekur. Ebu Hurejra transmeton se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: në ditën e Kiametit, njerëzit do të tubohen në vendin e mahsherit në 3 grupe. Disa do të vinë në këmbë, disa duke kaluruar, edhe disa duke u zvarritur me fytyrë në tokë. Ibn Mesudi rëfen se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: njerëzit në ditën e gjykimit para se të japin llogari për këto 5 gjëra, nuk do të kenë mundësi të lëvizin askund prej pranisë së Allahut. Jetën si dhe ku e kanë kaluar, rinin ku e kanë vjetruar, prej nga kanë fituar pasurinë dhe ku e kanë harxhuar dhe a kanë vepruar me atë që kanë ditur. Ibn Omeri transmeton se i dërguari i Allahut ka thënë: Kautheri është një lumë në xhenet, i cili 2 brigjet i ka prej ari, shtratin e ka prej rubini dhe perla, dheun e ka më të këndshëm se misku, ujin më të ëmbël se mjalti dhe më të bardhë se bora. Ebu Seid el-Hudriu transmeton se i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të është pyetur se çfarë është ura e Siratit. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të tha: është diçka e pasigurt dhe e rrëshqitshme. Për ata që ikin prej saj ka gjemba, të cilat gjenden në Naxhid dhe thirrën sa. Disa nga besimtarët atë do ta kalojnë me shpejtësi sa t'i hapin dhe mbyllin syt. Disa sikurse rrufeja, disa sikurse era, disa sikurse shpezët dhe disa sikurse kuajt dhe devet që ecin shpejt. Aty do të shihni disa që kanë shpëtuar tërësisht, disa tjerë të gërvishtur dhe të lëshuar, edhe disa të grumbulluar dhe të mbetur në zjarrin e xhehenemit. Ishin ditët e haxhit të lamtumirës. Të gjitha xhilerët bashkë me të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të kishin dalë në Arafat. Në një moment, një sahab që ishte afër të dërguarit Allahut paqja qoftë mbi të, hipur mbi deve, nga lëvizja e papritur e deves ra në tokë dhe vdiq. I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi: pastrojeni atë me ujë dhe sidër, që finoseni me 2 pjesët e ihramit. Mos e parfumoni dhe mos ja mbuloni kokën, sepse në ditën e gjykimit do të ringjallet duke thënë lebejke. Siç kishte thënë i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, bath, do me thënë ringjallja, kishte kuptimin e ringjalljes së të gjitha gjallësave për dhënë llogari në Kiamet pas fryrjes së surit të dytë. Besimi në ringjalljen pas vdekjes ishte i pranishëm tek egjiptianët, iranianët dhe indianët, po ashtu ekziston edhe tek hebrejt dhe të krishterët, kurse shumica e arabëve të kohës së ignorancës nuk e pranonin ringjalljen. Në Kur'an, dita e ringjalljes është emëruar si Yevmul Bath dhe Yevmul Huruj dhe përshkruhet si hapja e varreve, nxjerrja nga toka e atyre që ka brenda. Në ringjalljen e sërishme, njerëzit do të dalin sikur kullosa që del mbi tokë. Dita kur njerëzit e vdekur do të çohen në këmbë, duke u ringjallur e tjerë. Kurani habin dhe çudinë e Ibrahimit me ringjalljen, kuriozitetin e tij për mënyrën se si do të ndodhë ringjallja dhe fjalët e Allahut të lartmadhëruar i përmend me hollësi si më poshtë. Kur Ibrahimi tha: o Zoti im, tregom si i ngjall të vdekurit, Zoti i tha: a nuk beson? Besoj, ju përgjigj Ibrahimi, por dëshiroj të më qetësohet zemra. Allahu i tha: merr 4 zogj
edhe coptoi. Shpërndai në çdo kodër nga një copë prej tyre, pastaj thirri. Ata do të vinë më të shpejt. Dhe ta dish se Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Kurani fisnik ringjalljen e sërishme e shpreh me këto metoda. Fillimisht, krijimi i parë nga asgjëja është më i rëndë se ringjallja. Për këtë Allahu në Kuran thekson se për Allahun ringjallja pas vdekjes është më e lehtë se sa krijimi i diçkaje nga hiçi, duke thënë: njeriu thot: vallë, pasi të vdes, a do të ringjallem përsëri? A nuk e mban mend njeriu se ne e kemi krijuar atë kur ende nuk ishte asgjë? Përsëri Kurani, për ata që nuk e kuptojnë ringjalljen e trupave të vdekur që janë të kalbur, thot se Allahu i lartë madhëruar ka mundësi që të ringjallë dhe të kthejë në jetë gjallësat në këtë mënyrë. Ata thonë: vallë, kur të bëhemi eshtra dhe pluhur, a do të ringjallemi në krijesa të reja? Thuaj: bëhuni gur ose hekur, ose çfarëdo krijese tjetër që është më e madhe sipas jush. Ata do të thonë: kush do të na kthejë ne në jetë? Thuaj: ai që ju ka krijuar herën e parë. Ata do t'i tundin kokat nga ti e do të pyesin: kur do të bëhet ajo? Ti thuaj ju: mund të vijë shpejt. Në anën tjetër, ai që krijon diçka mund të rikrijojë atë që ka krijuar. Në Kur'an, Allahu i lartë madhëruar thekson se zjarrin e nxjerr nga druri i njom. Qiejt dhe tokën dhe gjithësinë i ka krijuar nga hiçi. Të gjitha këto i krijon dhe u jep jetë, e s'do mend se ka fuqi që t'i ringjallë këta. Kjo në Kur'an shprehet në këtë mënyrë: ai që prej drurit të njom bëri për ju zjarrin, të cilin e përdorni për të ndezur. Vallë, a nuk është i Zoti ai që krijoi qiejt dhe tokën, t'i rikrijoi ato? Po, ai është krijuesi i çdo gjëje dhe i gjithdijshmi. Sikurse e tregon Kurani ringjalljen, po ashtu edhe hadithet japin detaje në lidhje me ringjalljen. Fillimisht në Kuranin fisnik sigurohet besimi në ringjalljen si një realitet. Në anën tjetër, mohimi i saj numërohet si mohim i Allahut. Një ditë i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, duke sqaruar për ringjalljen tha: në ditën e ringjalljes, njerëzit do të ringjallen lakuriq, këmbëzbathur dhe të pabërë synet. Aisha, duke mos pritur, e pyeti: o i dërguari i Allahut, çdo të bëhet me vendet e turpshme, a nuk do ta shikojnë njëri tjetrin? I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, urdhëroi: në atë ditë, çdo njeri do të ketë shumë probleme. Sipas haditheve, personi i parë që do të ringjallet do të jetë Muhamedi, paqja e Allahut qoftë mbi të, ndërsa ai që do të vishet i pari do të jetë Ibrahimi. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka lajmëruar se çdo kush do të ringjallet në formën që ka vdekur. Për shembull, ka thënë: dëshmorët mbështillini me gjakun e tyre dhe me rrobat e përgjakura, sepse ai që është plagosur në rrugë të Allahut, në ditën e Kiametit do të dalë përpara Allahut me plagën e tij të gjakosur. Ngjyra e plagës do të jetë në ngjyrën e gjakut dhe era e tij do të jetë si misku. Për sahabin i cili vdiq duke rënë prej devës së vet në haxhin e lamtumirës në Arafat, kishte lajmëruar se do të ringjallte me sloganin e haxhit: madje i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ishte shprehur se çdo individ do të ringjallet me punën e tij. Ringjallja e sërishme, bashkimi i pjesëve të kalbura të trupit dhe kthimi i shpirtit në këtë trup do të bëhet edhe fizikisht, por edhe shpirtërisht. Këtë e shohim në përgjigjen e dhënë ndaj pyetjes: kush do t'i ringjallë këto eshtra të kalbura?
thuaj që atë do të ringjall ai i cili ka krijuar për spari herë. Kjo është sqaruesi mirë se ringjallja do të bëhet edhe me trup, por edhe me shpirt. Faza tjetër e jetës në ahiret është hashri dhe mahsheri. Të gjithë njerëzit do të ringjallen në ditën e Kiametit për dën llogari dhe do të tubohen në një vend. Tubimit të tyre i thon hashr, vendit tubimit i thon mahsher, me fik dhe arasat. Në Kuranin fisnik, ringjallja tregohet në detaje. Kurani lajmëron se njerëzit dhe xhinët do të ringjallen për dën llogari. Madje tregohet se të gjithë njerëzit do të tubohen në një vend, edhe pse kanë besuar se kjo do të jetë një realitet për ta, se Allahu do t'i ringjallë të gjithë njerëzit për një periudhë të shkurtër kohore, për të kuptimin kohor njerëzor, edhe se do të jenë në prezencën e Zotit. Atë ditë do të hapet toka. Njerëzit me një shpejtësi të madhe do të dalin nga varret dhe do të nguten drejt thirrjes sikur karkalecët. Çdo njeri afër vetes do të ketë dy angjëj, njëri i cili do të dëshmojë edhe tjetri i cili është i caktuar për ta dërguar drejt mahsherit, dhe nuk do të ndikojë as mirësia e as dëmi i askujt. Atë ditë sytë e mëkatarëve do të jenë të gropuar, do të jenë pa sy, të shurdhër dhe me mec, dhe do të zvarriten mbi fytyrë. Do të jenë të etur sikurse devet që vrapojnë drejt ujit. Do të jenë të lidhur me zinxhir dhe të veshur me këmish katrani, dhe se në këtë mënyrë do të ringjallen. Edhe në hadithe jepen të dhëna të ndryshme në lidhje me formën e ringjalljes dhe gjendjen e njerëzve gjatë ringjalljes. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka lajmëruar se në ditën e ringjalljes njerëzit do të jenë këmbëzbathur, të zhveshur dhe të pa bërë synet, dhe se prej problemeve dhe vështirësive nuk do të kenë mundësi ta shikojnë njëri tjetrin. Disa do të jenë mbi kafsh e disa duke u zvarritur mbi fytyrë do të tubohen në vend tubim. Pas pyetjes së sahabëve të ndershëm, o i dërguari i Allahut, si do të ecin me fytyrë në tokë? Dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, kishte thënë: Allahu i lartëmadhëruar, i cili ka fuqi të bëjë që ata të ecin me këmbët e tyre, ka fuqi të bëjë të ecin edhe me fytyrë për tokë. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka lajmëruar se personi i parë që do të ringjallet do të jetë ai vetë, se njerëzit do të ringjallen sipas veprave që kanë punuar në jetën e kësaj bote. Në atë ditë, një pjesë e njerëzve që do të ringjallen do të jenë të strehuar në hijen e arshit të Allahut, ndërsa një grup tjetër i mbuluar me djers deri në nivelin e veshëve dhe të gojës. Në një hadith tjetër tregohet se njerëzit do të ringjallen në 3 grupe. Grupi i parë do të jenë mbi kafsh, të ngopur dhe të veshur. Grupi i dytë nga ana e angjëjve do të zvarriten me fytyrë në tokë dhe të hedhur në xhehenem, dhe grupi i tretë duke ikur nga fatkeqësia që ka dërguar Allahu. Në këtë ditë të tmerrshme dhe në këto skena të tmerrshme të ringjalljes, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, ka shprehur dëshirën të ringjallet bashkë me të varfrit. Vendtubimi i njerëzve pas ringjalljes është përshkruar si një vend i bardhë, i cili është si një miell i bardhë pa krunde, një vend ku nuk ka as kodra e as gropa, i drejtë që të mos ketë mundësi të fshihet askush dhe nuk do të ketë asnjë shenjë e cila do të tregonte rrugën, siç janë mali, guri dhe druri.